Pranvera është e bukur apo jo? Lulet lulëzojnë, dielli shkëlqen dhe e papritur, hapshu. Sy të skuqen, hunda të bllokohet dhe ndjesh sikur ke kaluar 10 raunde në boks me një pemë ulliri ose rapi. Nëse edhe ju jeni pjesë e klubit sekret të njerëzve që nuk dalin dot nga shtëpia pa një paket fasoleta me vete, mirë se të vini. Sot do të flasim për alergjit. Pse trupi ynë çon pesh kundër gjërave krejtësisht të pafajshme si poleni, pluri apo flokët e maces? Dhe mbi të gjitha, si mund ta qetësojmë këtë luftë të brendshme? Qëndroni me mua. Përpara se të futemi te shkenca, mos harroni të bëni subscribe në kanal dhe të shtypni atë ziljen e njoftimeve. Këtu flasim gjithmonë për shëndetin, jetesën e mirë dhe trupin tonë në mënyrë të thjeshtë e praktike. E bët? Faleminderit, le të fillojmë. Mendojeni sistemin tuaj imunitar si ushtrinë e trupit. Detyra e tij është të luftojë viruset dhe bakteret e rrezikshme. Por te njerëzit me alergji kjo ushtri është pak paranojake. Kur merrni frymë pranë polenit apo plurit, sistemi imunitar vërtet kujdes, jemi nën sulm dhe fillon të prodhojë antitrupa të quajtur IgE. Këta antitrupa lëshojnë një substancë që quhet histamin, dhe histamina është ajo që shkakton gjithë skandalin, të shtimat, kruajtjen dhe lotët. Pra alergjia nuk është gjë tjetër veç se një alarm fals i trupit tuaj. Cilët janë armiqtë më të mëdhenj? Alergjit vinë në shumë forma, por më të shpeshtat janë poleni i bimëve dhe pemëve, mbreti i pranverës dhe vjeshtës, mizit e pluhurit, ata krijuesa të mikroskopike që jetojnë në dysheke e tapet, kafshët shtëpiake. Në fakt, nuk jeni alergjik ndaj qimeve, por ndaj një proteine që gjendet në përshtymun dhe lëkurën e vdekur të maces apo qenit. Arat, kikirikët, vezët apo prodhimet e detit që ndonjëherë mund të jenë edhe të rrezikshme. Si ti menaxhojmë ato? Këshilla praktike. Tani, si t'ja bëjmë që të mos vuajmë çdo ditë? Ja disa hapa të thjeshtë që bëjnë diferencën. Lani flokët dhe rrobat pasi ktheheni nga jashtë. Poleni ngjitet kudo. Nëse futeni në krevat pa u lar, po e ftoni polenin të flejë me ju në jastëk. Mbani dritaret mbyllur gjatë mëngjesit. Përqendrimi i polenit në ajër është më i lartë nga ora 5 deri në orën 10 të mëngjesit. Ajroseni shtëpinë më mirë mbasdite. Përdorni pastrues ajri, HEPA filter. Janë fantastik për të kapur grimcat e imta në dhomë. Mos e neglizhoni mjekun. Antihistamikët apo sprejt e hundës të rekomanduar nga mjeku mund t'ju shpëtojnë jetën dhe pushimet. Alergjit janë të bezdishme, por me pak kujdes dhe duke njohur trupin ton, mund t'i mbajmë nën kontroll dhe të shijojmë çdo stin pa patur nevojë të izolohemi brenda. Tani më thoni në komente, ka çfarë jeni alergjik dhe cili është truku juaj sekret për t'i mbijetuar pranverës? Dua shumë t'i lexoj historitë tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video, jepini një like, shpërndajeni atë me shokun apo shoqen që të shtin 20 herë resht dhe shihemi në videon tjetër. Qëndroni të shëndetshëm, gjithë të mirat.